Atëherë shikoni se çfarë ndodh kur ka shumë prurje nga jashtë. Në moment që kolonia ka shumë prurje, kjo është 2 kat dhe siç shihet poshtë janë gjitha kornizat e pjellit vulosur. Këtu sapo ka dalë pjelli e vulosur dhe e ka mbush dhe me pjellë editore. Dhe shikoni nëpër pjellë e ka futur dhe nektar. Kjo është 2 kat, edhe kjo është kati tjetër. Është full. Kjo është një diafragëm, por në moment që ka super prurje nga jashtë, kompletet e marrin dhe depozitojnë direkt e fusin e depozitojnë këtu, dhe në katë parë. Pastaj e kalojnë e marrin e hypin prapë sipër. Inshallah, shikoni nëpër pjellje e kanë mbushur me nektar. Dhe po tash një hindësisht, vedi sa e fokuson kamera, këtu është dhe me pjellë editore. Vedi nëse duket pjellë editore. Shiko, këtu ka pjellë editore, këtu ka vazhduar e ka mbushur me nektar. Inshallah. Po ashtu edhe krau tjetër. Shikoni që është shkëlqen nëpërmes pjellës. Ja, dhe këtu është pjellë editore komplet. Kështu që këtu mund të dalloni nëse ka prurje apo jo. Ka shumë prurje. Se bleta e depoziton dhe poshtë. Ju këtu është dhe mbretëresha, kësaj ja kam prerë krautu se donte të mbrojiste. Mashallah. Edhe kjo ka 9 korniza me pjellë. Shumica ishin të vulosura.